Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, kemi kaluar muajin e Ramazanit me shpresën se Allahu Xhelle Xhelalu na ke pranuar çdo adhurim, çdo ibadet, çdo namaz, agjërimin, namazin e natës, sadakan dhe çdo vepër të mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë në rrugën e Ramazanit, dhe pikërisht Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij alayhi salatu wassalam na e kanë mundsuar një gjë të tillë që neve të ecim në rrugën e muajit të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij thot: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Shawalin", kush agjeron muajin e Ramazanit dhe më pas e pason atë me agjerimin e 6 ditëve nga muaji Shawal, kana lahu ka siyamu dahrin, është për të sikur ka agjëruar gjithë vitin. Pra, neve të pasojmë agjerimin me agjerim mas ditës Bajramit, pikërisht që të na shtohet adhurimi dhe peshorja e veprave të mira tek Zoti subhanahu wa taala, që të jemi si ata njerëz që kanë agjëruar gjatë gjithë vitin. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mundsoi me këtë hadith që neve të vazhdojmë në rrugën e muajit të Ramazanit. Qoftë 6 ditë rresht, qoftë ato të shpërndara këto ditë gjatë gjithë muajit Shawal, pra pa dalin nga muaji Shawal. Prandaj mos harroni se çdo vepër të cilën Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi asaj, ta marrim seriozisht, sepse ajo është në dobinë e njerëzve dhe besimtarëve të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mos hiqni dorë nga veprat e mira dhe të jemi në vazhdimsinë e muajit Ramazanit. Gjëja e dytë dhe porosia e dytë, ashtu siç ishim bashkë dhe i mbushëm xhamiet në namazet me xhamat dhe namazin e natës dhe teravive, duhet vazhdojmë në të njëjtën rrjedhë në namazet dhe vaktet e namazeve. Pra mos të mungojmë nga namazi sabahut, i drekës, i qindis, i akşamit, i yatsis, se për këto ka shumë sevape tek Zoti subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që namazi me xhamat nga namazi vetëm në shtëpi është më i lartë dhe më shumë sevape sesa me 27 gradë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadithin e tij, në hadithin e Jundub al-Bajaliut radhiyallahu anhu, kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kush e fal sabahun me xhamat është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, kështu që mos e thyeni këtë mbrojtje të Zotit xhelle xhelalu." Allahu thot në Kur'anin Kerim, pra në ajetin e njohur, ku thot: "Waqimus salata", dhe faleni namazin dhe namazin e mesëm, dhe jini për atyre pra që janë të vazhdueshëm në faljen e namazit. Pra faleni namazin, namazi i mesëm ka mendime ndryshme, namazi sabahut, namazi i qindis e kështu me radhë, por është për t'i dhënë rëndësi namazit dhe nuk duhet këtë dallim në namazet me xhamat nga Ramazani dhe jashtë Ramazani. Dhe pikërisht këtu duket sinqeriteti dhe devotshmëria e besimtarit, i cili mund të ndodhë që mungon nga namazet me xhamat me arsye për halle, për smundjet, për problemet që ka, por duhet jetë i vëmendshëm në namazin me xhamat dhe të ecim në rrugën e muajit Ramazanit. Madje na ka qortuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë që nuk ka më të vështirë për munafikun se sa namazi me xhamat në sabah dhe yatsi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kush e fal namazin e yatsis me xhamat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as sikur është falur gjysmën e natës. Dhe kush e fal sabahun me xhamat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as sikur është falur gjithë natën. Prandaj këto hadithe na nxisin ne të jemi të kujdesshëm me ibadetin dhe adhurimit, i cili gjatë gjithë ditës dhe natës nuk na merr më shumë se 50 minuta, 10 minuta për çdo namaz. Neve ja përkushtojmë Zotit subhanahu wa taala. Prandaj është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme që neve të kuptojmë rëndësinë e këtij ibadeti të madh dhe adhurimit. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, për treguar rëndësinë e madhe të namazit: "Wa ju'ilat qurratu 'aynayya fi s-salah", është bërë drita e syve të mirë atij e ime, qetësia ime në namaz. Dhe sa herë që kishte sprova dhe halle të rënda, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit, duke gjetur qetësinë në namaz,
I thoshte ja Bilal, o Bilal, aqimis salate, qou dhe fale namazin, wa arihna biha, dhe na qetëso me të. Në ajetin kuranor Allahu thot ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat me përkujtimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe a ka më bukur dhe më mirë se sa ta përkujtosh Zotin në sejdë? Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, ma afër robi me Zotin e tij është kur është në sejdë. Është kulmi i përuljes ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur njeriu kur thot tekbirin Allahu Akbar, në tefsirin që i bëjnë dietarët, e ka lënë dynjan mbrapa. Gjithë dynjan mbrapa i është përkushtuar Allahut në namazin e tij. O ju vëllezër dhe motra, nuk ka lidhje më të fortë dhe më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala mes robit dhe Zotit se sa namazi. Nëse haxhin nuk e kryejm dot për shkak të mundësive, nëse zakati jepet një herë në vit nëse plotësohen kushtet, nëse agjërimi nuk e agjeron dot për shkak të smundjes e tjera me radhë, për namazin nuk ka asnjë lehtësim dhe braktisje e tij. Qoftë në shtratin e shtrirë kur je smur për sa kohë që je vetëdijshëm, do falë shtrirë ashtu që je, pra nuk ka tolerim me namazin. Është shtylla e vetme që ne kemi në përditshmërinë tonë, ku i përulemi Zotit subhanahu wa taala dhe i kërkojmë atij çdo gjë. Pra le të jetë namazi vëllezër drita e syve tan, ushqimi i zemrës dhe shpirtit ton. Prandaj mos nguroni, ti përuleni, ti kërkoni Allahut azza wa jalla çdo gjë në namaz dhe në sejdë, dhe të jemi prej atyre që Allahu thot wa qunu lillahi qanitin, dhe jeni për ty që janë të vazhdueshëm në namaz, pra janë të përhershëm në namazin e tyre. O vëllezër, kush e lë namazin dhe ja bën hil me hile vetes? Kush thot që s'qohem dot për sabah, ja bën me hile vetes? Njerëz jemi smur, ndodh, na shpëton, por jo të jetë në vazhdimsi praktikja namazit me xhamat dhe sidomos namazi sabah dhe namazi yatsis. Janë dy namaze më të vështira për hipokritët, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për ata të cilët fshehin në zemrën e tyre kufrin dhe shfaqin me gjuhën e tyre besimin. Prandaj neve duhet ta pastrojmë zemrën dhe shpirtin tonë nga ato cilësi. Mos thuaj s'kam kohë, mos thuaj s'kam mundësi. Pra, nëse do të çohesh në sabah, do thoshë dikush do fillosh punën 5 mjesit me kaq lek, jam i bindur që do të çohesh në kohë, do të vijë 10 zile, jo 1. Kurse të thret Allahu në sabahun e tij namaz, hayya ala salah, hajde në namaz, hayya ala falah, hajde në shpëti, as-salatu khairu min an-nawm, sabahu namaz është më mirë se sa gjumi. Ti kthehesh nga krahu tjetër, sikur do të thuash apo do të injorosh thirrjen e Allahut për xhenet dhe për shpëtim, dhe i gjejmë vetes me 10 justifikim. Jo, vëllezër e motra, është më mirë të pranojmë dobësitë tona njerëzore se sa të vëmë në pikpyetje urdhërecat e Allahut azza wa jall. Ai që po të thret nuk është drejtori, as pronari, as biznesmeni, as politikani. Është Zoti i gjithësisë, krijuesi, që krijoi 7 qej pa shtylla dhe e bëri çdo gjë mes qejve dhe tokën në shërbim të njeriu, kurse ti thua nuk çohem dot, nuk e di, nuk kam kohë, nuk më del gjumi, nuk ka vëllezër dhe motra shaka me namazin dhe nuk ka pikpyetje me krijuesin e gjithësisë. Prandaj shlirojeni shpirtin dhe zemrat tuaja dhe thyeni hundën shejtanit, i cili në hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani sa herë që njeriu fle, i rrin njeriu në kokë natën e lidh 3 nyje. Kur thirrët ezanin dhe çohet zgjidhet nyja e parë. Kur merr abdes do të zgjodhet nyja e dytë, dhe kur çohet falë namazin edhe sabahun edhe namazet e tjera shkputet dhe shkatrohet nyja e tretë, dhe kështu ja thyn hundët shejtanit. Prandaj mos e dëgjoj zërin rreth veshit e thot fli se natën e ke përpara, fli se je i qetë, fli se je i lodhur, fli se Zoti ta fal. Jo, neve e kërkojmë mëshirën e Allahut me ato gjëra që i ka shpërë sebeb Allahu dhe pejgamberi i tij, dhe jo duke kundërshtuar Allahun dhe pejgamberin e tij. Elusim Allahun dhe i falë gjunat dhe gabimet. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, elusim Zotin subhanahu wa taala të jemi prej atyre që Zoti thot në Kur'anin Kerim, wa aqimus salata wa atuz zakat. Faleni namazin dhe jepni zakatin dhe jeni prej atyre që bëjnë ruku dhe sejdë. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, nga vazhdimsitë e muajit të Ramazanit është po ashtu rehatia e zemrës dhe qetësia e shpirtit.
duke bërë tëubë dhe istikfar. Mbas çdo adhurimi të mirë dhe çdo adhurimi të madh, është mirë që njeriu ta shtojë istikfarin e tij, duke kërkuar Zotit falje dhe mëshirë. Duke kërkuar Zotit falje dhe mëshirë. Allahumma ighfir lana, o Zot na fal. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilayk. O Zot, kërkojmë ti falje dhe te ty pendohemi. O Zot, na mbuloj gjunahet dhe gabimet. O Zot, na përfshin rahmetin tënd. Edhe në kohën e haxhit, kur njerëzit e mbarojnë haxhin, Allahu i urdhëron besimtarët që të kërkojnë falje dhe bëjnë shumë istikfar dhe tëubë. Pse? Sepse haxhi është një adhurim i rëndë dhe i fortë dhe i madh, dhe pa dashje, me dashje do të përplasësh me shumë ngjarje, me shumë situata që do të mërzitesh. Çka e bën njeriu ndonjëherë të lëshojë dhe gojen, për shkak se janë me miliona njerëz. Dhe Zoti me rahmetin e tij i nxit besimtarët që mas çdo adhurimi të madh të kërkojnë çfarë istikfar. Haroni që neve mbasi mbarojmë namazin dhe japim selam, çfarë themi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pra astaghfirullah, o Zot kërkojmë falje, o Zot kërkojmë falje, o Zot kërkojmë falje. O vëllezër, nëse nuk do të ishte rahmeti i Zotit mbi neve, nuk do të ishim këtu ku jemi sot, nuk do të kishim këto mirësi dhe këto bereqet që kemi sot, sepse Allahu xhelle xhelalu sikur na gjykonte neve me drejtsinë e tij, pra të na merrte në përgjegjësi për çdo fjalë dhe veprat ton, nuk ngelte në këtë gjuna, në këtë botë asnjë mbi tokë. Por ka dashur Allahu subhanahu wa taala që të na mbulojë me rahmetin dhe mëshirën e tij, që të na japi mundësi dhe shpresë që ne të vazhdojmë në rrugën tonë, duke kërkuar falje Allahut subhanahu wa taala për gabimet dhe gjunahet tona. Dhe ne kemi thënë që Zoti xhelle xhelalu subhanahu wa taala nuk na ka kërkuar për neve në Kur'anin Kerim që të jemi të përsosur me lajke dhe të pagabueshëm, por ka thënë më i miri prej jush ai që pendohet tek Zoti subhanahu wa taala. Dhe më i miri gabimtar është ai i cili kthehet dhe pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e ka quajtur veten at-Tawwab, ai që pranon teben shumë. Pra, i hap mirësitë e tij për ta pranuar teuben dhe pendimin e robit të tij, i jep mundësinë njeriu të afrohet tek Allahu dhe të kërkojë falje me çdo vepër të vogël, sado e vogël qoftë ajo. Kjo është rahmeti dhe mëshira e Zotit. Prandaj ju vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, na taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën nga rahmeti dhe mëshira e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj lusë Allahun xhelle xhelalu që të vazhdojmë me sadakan si në muajin e Ramazanit, me leximin e Kur'anit si në muajin e Ramazanit, me urdhërimin për të mirë dhe ndalimin e keqja si në muajin e Ramazanit, me çlirimin e shpirtit nga paragjykimet, nga zemrimet, nga gjërat boshe, të cilat nuk na bëjnë asgjë tjetër vetëm se na e prishin radhinë e zemrës dhe shpirtit, dhe të bëhemi si sahabi pejgamberit radhiyallahu anhu, kur i tha pejgamberi dhalika rajulun min ahli al-janna, ky personi është prej banorëve të xhenetit, dhe kur e pyetën se si ishte puna, tha un kur fle la ahmilu, nuk mbaj në zemrë dhe kraharorin tim asgjë për asnjë prej vëllezërve motra të mia musliman, pra jam i qetë nga kjo pikë, nuk mbart në kraharorin dhe zemrën time gjëra që ma prishin ratinë e shpirtit dhe zemrës, lidhjen me Zotin tim. Prandaj lutim Allahun azza wa jall na i falë gjunat dhe gabimet. E lusim Allah na mëshiroj, e lusim Allah na bëj për banorëve të xhenetit, e lusim Allah na i pastroj zemrat nga çdo smundje, nga çdo smir, nga çdo zemrim, nga çdo haset, nga çdo e keqe. E lusim Allah na shleroj nga çdo paragjykim, e lusim Allah na forcojë në fenë e tij, e lusim Allah na shëroj të smurët tan, e lusim Allah të shëroj të smurët dhe të smurat tona, e lusim Allah na i laj gjunat dhe gabimet, e lusim Allah të shluaj borxhet vëllezërve dhe motrave që kanë borxhe, e lusim Allah na forcojë fenë e tij. Lusim Allahun subhanahu wa taala të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun të mbrojë nga çdo e keqe vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lusim Allahun azza wa jalla të shirojë smurët e tyre, të pranojë dëshmorët e vrarët e tyre dhe të forcojë ata kundra gënjeshtarëve dhe kriminalëve. E lusim Allahun azza wa jalla të na ruajë të rinj dhe të reja tona nga çdo e keqe, na ruajë nga çdo sprovë dhe fitnë e dukshme dhe padukshme, ta ruajë vendin ton nga çdo e keqe, ta ruajë popullin ton nga çdo e keqe. O Zot, na fal dhe na mëshiro dhe na bëj për banorëve të xhenetit. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad.